Paqja me ju të dashur miq dhe unë ndjekës të këtij kanali. Mesazhi shpirtëror i kësaj serie është pikërisht nga Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 12, vargu 21, ku shkruan: mos u mund na e keqja, por mundet keqen duke bërë të mirën. Dhe në fakt është diçka që mund të reflektojmë mjaft thellë mbi natyrën e së keqes. Së pari çfarë mund të dimë është që e keqja, ligësia ose negativiteti, siç e quajmë rëndom, ekziston realisht. Është një fuqi e madhe shpirtërore, por e errët. Pra po flasim për një forcë, energji e cila ndikon në jetën tona dhe që siç e tham ekziston realisht. Dhe fjala e Zotit është këtu për të udhëzuar ata të cilët e besojnë fjalën e Perëndis, pra në Bibël, dhe janë të thirrur që t'i binden në çdo gjë, në mënyrë që të përmbushin kështu vullnetin e Perëndis dhe të kenë bekimet e tyre në jetë. Pra bindja ndaj fjalës së Zotit, sill pikërisht bekimet në jetën e besimtarit të rilindur. Dhe pikërisht në këtë varg fillon pikërisht me fjalën e thjeshtë mos, e cila është një fjalë e përsëritur që nga libri i parë i Biblës, pra libri i Zanafillës, ku Perëndia dukshëm tregon rrugën të cilët njerëzit e tij, pra të thirrurit, nuk duhet ta ndjekin. Fjala mos do të thotë që mos të ecin drejt kësaj rruge. Dhe këtu na thuhet që mos u mund na e keqja. Pra Zoti, kur thot fjalën e tij, si rasti konkret, mos u mund na e keqja, është pikërisht një thirrje për bindje. Dhe në rasti konkret mund të reflektojmë duke sjellë në aktualitet. Pra e keqja, tham, ekziston, ligësia ekziston, negativiteti ekziston, por Zoti na thret që mos të mundemi nga ky negativitet. Të ndryshe mos të ndikohemi prej tij dhe mos të dorëzohemi përpara ligësisë. Dhe kur Zoti thret për diçka, ai i di, le të themi, të gjitha mundësitë. Një varg tjetër në Bibël na thot gjithashtu që Perëndia është besnik dhe ai s'do lejoj kurrë që të tundoheni përtej mundësive tuaja. Gjithashtu një varg tjetër thot: rezistoheni të ligut ose rezistoheni djallit, pra qëndrojeni dhe ai do të largohet prej jush. Pra në momentin e parë që hasim këtë ligësi, fjala e Zotit na thret që të qëndrojmë. Dhe ky është hapi i parë, pra qëndrimi. Dhe hapi i dytë mëtej është munde këtë ligësi. Pra fjala e Zotit na thret që të kryejmë hapin final të mëtejshëm, që mos ta lëmë thjesht këtë ligësi në gjendje aktive, por ta mundim atë. Dhe si mund ta mundim këtë ligësi? Si mund të fitojmë kundra kësaj force të keqe që buron pikërisht nga i ligu, nga satanai, dhe është aktive në këtë botë? Fjala e Zotit thot: munde duke bërë të mirën. Pra, hapi i parë është që të qëndrojmë, mos ta lejojmë këtë forcë të na mundi, dhe hapi i dytë është që ta mundim këtë forcë pikërisht duke bërë të mirën. Nëse mund të japim një sintezë tjetër paralele të këtij fenomeni, është që në botë ekziston drita dhe errësira. Krishterët janë thirrur për të qenë bijtë të dritës, bijtë e Perëndisë. Një varg tjetër na thotë që Perëndia është dritë, në këtë nuk ka kurfar errësire. Kështu që bijtë e Perëndisë, ata që janë të rilindur nga fryma e shenjtë, përmes besimit në ardhjen, vdekjen dhe ringjalljen e Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, ata kanë marrë shpengimin, faljen, dhe janë thirrur për të qenë dritë për të botë. Si bijtë Perëndisë, të thirrur si bijtë të dritës, ata të thirrur mund të paraqesin natyrën e Perëndisë në jetën e tyre të përditshme. Dhe këtë pikërisht mund ta paraqesin edhe në sajt e kësaj lufte shpirtërore që Bibla rret që ne të kryejmë. Dhe tham, hapi i parë është të qëndrojmë të ligut, sepse dim dhe besojmë që Perëndia është me ne dhe jemi në mbrojtjen e të plot fuqishmit. Dhe e dyta është ta mundim të keqen duke bërë të mirën. Forca e dritës, edhe fizikisht flasim, pra në parimet e ligjit fizikës,
është shumë herë më e madhe se errësira. E përsërisim shpesh faktin që mjafton një qiri ose një kunj shkrepse e ndezur në një dhomë dhe ndriçon gjithë shtëpinë. Pra një flak kaq e vogël ndriçon një ambient të tërë, madje mund të ndriçojë edhe një shtëpi të tërë. Njësoj ndodh edhe në jetën tonë. Pra flasim në realitetin shpirtëror, në atë të padukshëm për të cilin fjala e Zotit, Bibla, që është fjala e përjetshme, që gjithmonë ka ekzistuar, nuk ka fillim dhe mbarim, sikurse vetë Perëndia mëson. Pra pikërisht drita që vjen përmes fjalës së shenjtë, e mbajtur gjallë përmes frymës së shenjtë Perëndis që banon tek besimtarët e rilindur në Krishtin, është pikërisht, le të themi, fuqia që mposh këtë errësirë të madhe përmes besimit se fjala e Perëndis pikërisht është e vërtet, është e gjallë dhe vepruese. Ndaj çfarë mund të themi tjetër, të dashur miq, përveç se për të qenë dritë për të botë. Ata që kanë ndërmarrë këtë vendim për të penduar nga jeta e tyre më parshme dhe për të jetuar një jetë të shenjtë, siç jetoi Krishti në këtë botë, vetë biri i Perëndis. Ata mund të jetojnë këtë jetë në dritë. Dhe nëse jetojnë në dritë, errësira nuk do ketë kurfar pushteti tek ata. Sepse jetojnë një jetë të rilindur, një jetë me besim në fuqinë e frymës së shenjtë. Janë të lidhur me Perëndin. Imagjinoni një llampë të fikur. Nëse nuk ka korrent, llampa nuk mund të ndizet dot. Dhe shumë njerëz në fakt kështu jetojnë. Janë të gjallë, por nuk janë të gjallëruar së brendshmi. Pra nuk kanë këtë rilindje shpirtërore që vjen me anë të besimit në Krishtin. Por besimtarët e rilindur janë plot me këtë energji, janë të lidhur me burimin e energjisë dhe kanë këtë forcë për brenda, për të qenë bijtë të dritës, për të qenë këto llampa të shenjta që ndriçojnë këtë botë. Por pse shumë besimtar nuk janë në dritë, nuk ecin në dritë, ecin në errësirë. Dhe këtu në fakt është edhe një dilemë shumë e madhe përmes besimtarësh që diskutohet shpesh edhe në kishën e Zotit. Unë mendoj se ndodh pikërisht për një arsye të vetme, që shumë besimtar nuk e jetojnë fjalën e Perëndis në plotësinë e saj. Por si thuash, jetojnë jetën e tyre me fjalë të veçuara. Për shembull, fjala që lexuan sot në Romakëve 12:21 është një fjalë kaq e fortë, kaq domethënëse, por jo të gjithë besimtarët janë aq të ndriçuar sa ta kuptojnë të fjalën në plotësi. Dhe për ta vënë në plotësi këtë fjalë, besimtarit i lipset gjithmonë që të thellohet në fjalën e Perëndis. Pra të zgjasë rrënjët e tija në fjalën e Perëndis. Dhe mos mjaftohet vetëm një fjalë të shkëputur këtu apo një fjalë të shkëputur atje, dhe të formojë kështu një lloj teologjie të cekët dhe një bindje të vakët. Besimtari është i thirrur ta jetojë gjithë fjalën e Perëndis, që nga Testamenti i Vjetër në Testamentin e Ri, dhe të meditojmë mbi fjalën e Perëndis, na thot Psalmi 1. Dhe nëse mediton për fjalën e Perëndis natë e ditë, ai do të jetë bekuar në çdo gjë. Do të ketë progres, do të ketë bekimin e Zotit dhe gjithçka që bën thot fjala e Zotit do të ketë mbarësi. Pra kjo mbarësi është pikërisht edhe pjesë e fitores ndaj të së keqes, duke bërë të mirën, fitore dritës ndaj errësirës. Po si mund të bëhet kjo gjë? Mund të bëhet duke i ndërthurur një fjale, një parimi, fjalë të tjera të cilat e plotësojnë atë. Le të japim një shembull. Kemi zëm një fije kashte. Ajo fije kashte mund të na shërbejë për diçka, po jo për shumë gjë. Por nëse kësaj fije i mbështesim dhe i thurim rreth saj fije të tjera, me këto fije mund të ndërtojmë një sport të tërë. Pra një sport të madhe, një sport të bukur, funksionale. Mund të ndërtojmë një mbrojtje, mund të ndërtojmë një armë, mund të ndërtojmë një varg. Pra duhen shumë fije kashte për t'i dhënë funksion formës dhe qëllimit. Njësoj vlen dhe me fjalën e Zotit. Nëse dim vetëm një fjalë, 2 fjalë, 3 fjalë, mund të na shërbejnë për diçka, po jo për gjithçka. Ndaj apostulli Paul thret në letrën e tij që të stërvitesh në perëndishmëri, sepse thotë ushtrimi i trupit vlen për diçka, por ushtrimi në perëndishmëri vlen për gjithçka. Pra fjala e Zotit, apostulli frymëzuar nga fryma e shenjtë, shkruan që stërvitja ose ushtrimi në perëndishmëri vlen për gjithçka. Pra ka gjithë plotësimin dhe premtimin e jetës.
Dhe le të bëjmë një provë, nëse i bashkangjisim se fjalët shenjë që sapo lexuam dhe përsërisim mos u mund nga e keqja, por mundet të keqen me të mirën. Le të bashkangjisim fjalën një fjalë tjetër nga Bibla, ku na thuhet kujdes se mos ndokush ja kthen dikujt të keqen me të keqe. Pra edhe këtu fjala e Zotit fillon me një kujdes. Pra një kujdes shumë i madh. Që nëse dikush të bën keq, kujdes mos ja kthesh edhe ti të keqen me të keqe. Pra Zoti nuk e do këtë gjë. Dhe në fakt shumë njerëz, përfshirë këtu dhe shumë besimtarë që njohim nga jeta e përditshme, dështojnë pikërisht te kjo pikë. Sepse në sprovën e parë që kanë, në përballjen e parë me negativitetin, me sjelljen e dikujt që mund t'i fyej, mund t'i ofendoj, mund t'i keq trajtoj, ata nuk reagojnë në frym. Reagimi në frym është bindjen e fjalës së Zotit. Por reagojnë në mish, pra reagojnë fizikisht. Dhe atë të keqe që tjetri bën, ja kthejnë me të keqe. Ndërkohë që fjala e Perëndisë thotë kujdes mos ta bësh këtë gjë. Dhe ku janë pasojat e kësaj? Pra shohim dhe në shoqëri, nëse e kthen të keqen me të keqe, ti bëhesh skllav i të keqes. Dhe kështu i shërben të keqes. Më kuptoni, ne kemi shprehjen mos hidh benzinë zjarrit. Por në fakt është zjarr me zjarr, është akoma më keq. Ti atë zjarr që rrezikon këtë dëm të madh, ti e shton akoma më tepër. Pra nëse e kthen të keqen me të keqe, bëhesh pjesë e të keqes dhe nuk kontribon për të mirën. Ndryshe do ishte të hidhje ujë këtij zjarri, çfarë do ishte një vepër e mirë. Kështu që hapi i parë që mësojmë duke i bashkangjitur në fjalët e shenjtë, një tjetër fjalë për të zgjeruar kontekstin, është që para se të bësh të mirën, sigurohu mos të bësh të keqen. Pra ky mund të jetë një këshill me vlerë për çdo njeri, qoftë edhe besimtar. Pra, mos u nis të bësh të mirën, madje mund të thonim, por nisu mos të bësh të keqen. Më saktë, merr një vendim për jetën tënde që mos t'i shërbesh kurrë të keqes. Dhe e keqja nuk është vetëm çfarë bëjmë përsi jashtë. E zëm një reagim fizik që mund të sjellë lëndim ose dhunë, ose një fjalë e ashpër që mund të vrasë tjetër emocionalisht. Dhe thuhet ndonjëherë që fjala vret më shumë se sa vetë trupi. Ose fjala vret më shumë se plumbi, themi ndonjëherë në Shqipëri. Pra para se të bësh këtë gjë, e keqja duhet shërënjosur nga mendja e njeriu. Por ama përpara se të shërënjoset nga mendja, duhet shërënjosur nga zemra e njeriu. Dhe doktori ose ilaçi më i mirë i zemrës është fjala e Zotit. Pra sa më shumë të thellohemi dhe sa më shumë të ushqehemi me fjalën e Perëndisë, aq më shumë do kemi fjalën e shenjtë në mendje, aq më shumë do kemi një mendje të ndriçuar. Dhe mendja e ndriçuar sjell edhe një zemër të shëruar, një zemër të paqët, që nuk priret drejt së keqes, madje reziston të keqes. Kështu pra të dashur miq, mund të themi se e keqja nuk ka fuqi për sa kohë njeriu ka marrë vendim të ndjeki Zotin. Nëse ndjek fjalën e Perëndisë, nëse ecën sipas fjalës së Perëndisë dhe jeton në frym dhe në të vërtetë që është fjala e Zotit, atëherë natyra e këtij njeriu bëhet më e ngjashme me Krishtin, birin e Perëndisë. Dhe Bibla na thotë që kini në ju atë mendje që ishte në Jezu Krishtin, i cili duke qenë Perëndi në trajt Perëndie, poruli veten, dhe erdhi për t'i shërbyer njerëzve. Dhe shërbeu thot deri në sakrificën e tij, në vdekjen e tij në kryq, për faljen e mëkateve të botës, të gjithë atyre që do besojnë në emrin e tij. Zoti t'ju bekojë dhe hiri i Zotit Jezus qoftë në të gjithë ju. Amen.